Shkollën tuaj gjeta vetë në anë të internetit, dhe të bëra kërkimet edhe pash ishte një ndër shkollat më të mira, edhe vendosa që arsimin tim ta shfrytëzoj. Po ja, vleti goxha sepse më mësoi domethënë më bazat e para të kuzhinës, si të përdoret produktit lënda parë, komplet pjesa e menaxhimit të punës, kush duhet bëhet e para, kush e fundit. Gjë që më ka vletur goxha në punën edhe deri ku kam arritur në sot. Po bën gati 2 vjet që punoj si kuzhinier. Çfarë restoranti? Te restoranti Sot në Tiranë. Si pozicionun e mësues shefi i kuzhinës, mbas shefes, edhe jam afërsisht e kudo që ka nevojë kuzhina, nuk është se kam një sektor bazë, por që jam në lëvizje kudo. Gjithmonë në fillimi është i vështirë, kemi nisur nga lavamani, mund të themi, te sallatat, ka qenë sektori im i parë domethënë që ka qenë janë pastat. Mbas pastave kalova te krudot, nga krudot tek mishi edhe sushi. Ja kam sugjeruar shumë personave, edhe vazhdoj të sugjeroj se është një shkollë që të mëson goxha domethënë edhe të ndihmon gjatë punës. Sepse të jep më shumë praktik se sa edhe teori të jep, por që praktika është kryesorja. Por nga bazat që kisha marrë nga Royal, tani pata më të lehtë. Kam patur pasion që e vogël kuzhinën. Shkollën e parë rastisht në Facebook, në faqen tuaj online. Aty pasaj folëm me profesor Krenarin, që më foli më gjatë për pjesën e profesionit. E kam patur dëshirë që e vogël që të vazhdoja këtë profesion dhe u regjistrova. Mua më ka avancuar shumë, madje më ka ndihmuar dhe më ka dhënë lecuri gjatë kohës që unë kam punuar. Aktualisht jam tek sektori sallatave, por që me vazhdim mësimin e kohës do mundohem që të kaloj në çdo sektor, në çdo pjesë të mundshme të kuzhinës. Shumë e kënaqur, jam shumë e lumtur, bëj me pasion, kam dëshirë shumë. Kjo është e gjitha. Ua kam sugjeruar dhe ua sugjeruar të gjithëve moshatarëve të mi, është një profesion shumë i bukur, është i vështirë, por që do ja vlej në fund të fundit. Ndërsa Endri mbahet si më fjalpaku, por më i shkathëti dhe shumë i sigurt në ato që bën. Shkollën Royale kam parë në internet dhe më duk një arsyeshme, një shkollë arsyeshme, shumë shkollë serioze dhe kisha dëshirë të vazhdoja studimet në Royal. Pasi fillova, më duk shumë mirë, u ndjeva komod në veten time, plus se kam pas dëshirë që të bëhem kuzhinier. Tek kështu Royal më hapi derën për të vazhduar kuzhinën. Po, ja vleti shumë për arsye se të mëson shumicën e bazave, mos them të gjitha bazat në kuzhinë. Me bazat që marr në Royal, fillova dhe punë këtu në Tiranë. Dhe jam shumë i lumtur që kam mbaruar shkollën në Royal. Endri tjetër është serioz në punë dhe shumë kërkues nga vetja. Shkollën Royal më sugjeroi një shok, më tha që është një shkollë shumë e mirë dhe shumë serioze, përsa i përket praktikës dhe teorisë. Bazat e para i morë në Royal që ajo e cila më hapi horizontin përsa i përket kuzhinës, pastaj pjesa tjetër e kam mësuar këtu në punë. Vazhdoj të kem pasion se sa më shumë gjëra mësoj, më pëlqen të mësoj akoma gjëra të reja. Shkollën Royal e kam sugjeruar të tjerëve, vazhdoj t'ja sugjeroj, është një shkollë shumë serioze, përsa i përket punës që bën, nëse do të marrësh një zanat e mirë, të jemi zanat e shkolla Royal.